gjykate. Sot, nga Rjolli, kena një përgjigje për zëvendës kryeministren, me që foli parlament për çështjen e Rjollit, dhe mbje keq zonja zëvendës kryeministre, po nuk je informu siç duhet. E para tha që ne respektojmë vendimet e gjykatës. Në qoftë se do respektosh vendimet e gjykatës, si dashur zonja zëvendës kryeministre, minimalisht do merresh parasysh edhe vendimet e gjykatës që ne kena, sepse kena parafat me shpellës. E kena 1995 e 1996 që jena pronar. Dhe në qoftë se do kishe vërtet prap respekt për gjykatat, do prishe sa të fliste gjykata se ne jena gjatë proces gjyqësor me fat me shpellën për pronën tonë. Do prishe sa të fliste gjykata, kush ka të drejtë, pastaj të jepi lejën e ndërtimit. Që e ke dhënë kundërshtim me ligjin, sepse nuk lejohet të jepet një lejë ndërtimit në një pronë që është proces gjyqësor. E dyta, ti dashur zonja zëvendës kryeministre, the që ne nuk do ndalojmë zhvillimin. Kush ma shumë se ne do zhvillimin, se ti për veten je gjatë zhvillume, e ke siguru jetën tënde, familjarëve, gjithë. Ne jena qytetarë shqiptar që nuk kena asgjë të sigurt në këtë vend. Dhe mbesoj zonja zëvendës kryeministre që nuk zhvillohet Shqipëria në qoftë se ti zhvillon vetëm ata njerëzit afër vetes, dhe ata biznesmenët afër vetes. Shqipëria do zhvillohet atë ditë që do zhvillohem unë dhe gjithë bashkëqytetarët e mi e gjithë bashkëqytetarët e mi shqiptar. Në qoftë se ti mbjell mua tokën për t'ia dhënë një personi të vetëm, ky nuk është zhvillim. Kjo është plaçkitje. Kjo është pushtim. Uzurpim, quheni si të doni, por është për t'ia bërë shqiptarëve jetën të pamujtur në këtë vend për interesat e ca njerëzve që financojnë juve. Pastaj, them merrni me qetësi, do qetësi kjo punë. Zonja zëvendës kryeministre, shqiptarët kanë 35 vjet që janë të marrë me qetësi. Qeveri mas qeveriet, grabitje mas grabitjet, poshtrim mas poshtrimit, ne prap jena qetë. Të lutem zonja zëvendës kryeministre, majni dhe ju pak dorën, na plaçkitni pak ma pak, na bani jetën pak ma t'jetueshme në Shqipëri. Ashtu siç na po marrim me qetësi këtë plaçkitjen masive që ju po na bani, ju majni pak dorën aman. Thona na hasimi mos hasi thi, edhe ju hani pak ma pak e lenja u ca thërrime dhe popullit shqiptar se janë gjunaf.